Hotel. Pash që shkolla nëntëvjeçare Voskopojës është e shkatruar dhe nxënësit po bëjnë mësim këtu te njësia administrative. I keni dhënë ju leje që të vinë këtu? Po ajo është me lejë të drejtorisë arsimit, e cila e pa të arsyeshme pasi shkolla e vjetër, pas një investimi jo shumë të mirë, është në gjendje që kishte rrezikshmëri për nxënësit dhe u pa e arsyeshme që duke patur disa zyra të lira në zyrat e njësisë administrative Voskopoj, u pa arsyeshme që kjo shkollë, këto klasa, të cilat janë të vogla, mund të sistemoshin për një farë kohe në zyrat e komunës. Po nuk ju pengojnë juve këtu? Po është një farë pengese, por prapë bëhet fjalë që ne do bëjmë atë sakrificën për arsyen që të mbajmë nxënësit sa më afër edhe sa më mirë, që të kenë mundësinë që të vazhdojnë studimet me mënyrë sa më të mirë. Po për shkollën atje sa janë investuar? Keni ndonjë informacion? Për momentin unë s'kam këtë informacion. Po këtu sa kohë ka që bën mësim? Prej çfarë? Ka që prej këtij viti, prej shtatorit. Dhe kur mendohet që të kalojnë të shkolla tjetër? Po tani bëhet fjalë, ne jemi në një plan domethënë që po bëjmë projektin për të bërë shkollën e re dhe shpresohet që viti tjetër të na gjejmë shkollë të re. Jo, më fal, bëj pyetje.